Projekt vendim numër 4 përshtes planin buxhetin e Këshillit Qarkut Shkodër për vitin 2025 në kuadër të fondit social. Projekt vendim numër 5 për disa ndryshime në vendimin e Këshillit Qarkut numër 27 datë 20/12/2024 për miratimin e strukturës organizative, kategorisë, klasave për pozicionin, pagat, numrin e punojësve, të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civil e të punojësve administrativ të administratës së Këshillit Qarkut Shkodër për vitin 2025. Projekt vendim numër 6 mbi disa ndryshime në vendimin e Këshillit Qarkut numër 26 datë 20/12/2024 mbi miratimin e buxhetit të Këshillit Qarkut Shkodër për vitin 2025 dhe projekt buxhetin përfundimtar 2025-2027. Projekt vendim numër 7 për miratimin e raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit 2024 të Këshillit të Qarkut Shkodër. Projekt vendim numër 8 mbi nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve afatgjate materiale dhe aktiveve afatshkurte materiale të Këshillit të Qarkut Shkodër. Kemi shtuar një projekt vendim për shkak se ka ardhur me vonesë nga Ministria e Financave mbi miratimin e raportit të vlerësimeve dhe parashikimeve afatmesme të ardhurave të tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2026-2028 në nivel programi. Në qenë se jemi 2 muaj të bllokuar para zgjedhjeve për çdo lloj tenderimit edhe prokurimit, jemi edhe 2 muaj tjera në prag të hartimit të buxhetit të vitit 2026 në tetor-nënor të këtij vitit. I takojnë rreth 5 muaj të bllokuar, jo vetëm në siçak se është krejtë pa muaj të mu përballu 5 muaj punë me u bë 4 investime, i bën me transferu ose me marrë investimin për vitin 2026, kur krejtë muaj të sot je në fazën e procedurës të rrugës Rancit, e kena fut në proces për me kryu oponencën edhe lajën në Bashkinë e Shkodrës. Kemi marrë informacion të herë pas hershëm në lidhje me rrugën e Fusharzit te kryetari i bashkisë ku nuk është gati akoma oponenca, ka kryu lajën, nuk është gati me oponencën. Oponenca lajën ndërtimit është gati dhe Bashkia Vallëdajsit, pse më prit 2026 për mu kryu investimi, kur është e mujtën për mu kryu direkt nga Bashkia.